Gjyqtari i gjykatës së apelit në Tirana, Strit Kalaja, u qëllua për vdekje në sallën e gjyqit, pak pasi artikuloi një vendim lidhur me një çështje pronësie që ishte në gjykim. Sulmi konsiderohet si një nga ngjarjet më të rënda që kanë ndodhur ndaj njerëzve të drejtësisë, të cilët shpesh janë objekt sulmesh dhe akuzash nga politikanët. Ngjarja në fjalë ka bërë jehon në mediat ndërkombëtare, ku agjencitë më prestigjioze të lajmeve kanë pasqyruar krimin. Nga AFP e CNN, më pas të gjitha mediat kanë publikuar detaje nga ngjarja. Drejtësi e pasigurt, shkruan një prej medjave ndërkombëtare referuar vrasjes së gjyqtarit Kalaja. Policia arrestoi autorin e dyshuar të krimit, Elvis Shkambi, një 30 vjeçar që u arrestua në ambientet e gjykatës pak minuta pas krimit. Ai ishte një nga palët në procesin e gjykuar nga gjyqtari Kalaja. Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit shënon rastin e parë në Shqipëri të ekzekutimit të një pjesëtari të tokave të zeza brenda ambienteve të gjykatës. Kalaja është magjistrati i dytë që vritet me një sulm, ndërsa Skerdilajt Konomi, gjyqtari i Vlorës, u ekzekutua më shumë se 2 dekada më parë në një atentat mafioz, pasi një sasi e madhe tritoli u vendos në makinë. Thuhet ndër të tjera nëpër artikujt e ndryshëm të mediave ndërkombëtare.